أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالنريمة الأطريمة إذا قيمتهم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرك محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ligjëratën e dytë me radhë tek ligjëratat e ciklet e namazit të natës, duke shpalosur bukuritë të cilat bukuri kanë bëjnë me Kur'anin famlart, zbritja e të cilit e nderoi këtë umet, e nderoi pejgamberin alayhis salam dhe e nderoi këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Fjala është për librin e Allahut Azza wa Jall, Kur'anin famlart, libër i cili le gjurmë të pashlira në jetën e muslimanit. Dhe vlera e këtij libri kuptohet drejt edhe më mirë vetëm atë ditë kur ta takojmë Allahun Azza wa Jall. Çështja e radhës që ka të bëjë me librin e Zotit xhallahu ala është çështja e ndërmjetësimit të këtij libri nesër ditën e gjykimit. Por për këtë çështje në ka me fol tek ligjëratat e namazit të sabahut, tek pyetja pse duhet ta lexojmë Kur'anin famlar. Kur dëshiron me dëgju i kthehet asaj ligjërate. Nëse çështja e radhës ka të bëjë me bukurinë e atyre të cilët e mësojnë këtë libër dhe atyre të cilët u mësojnë të tjerëve këtë libër. Feja Allahut Azza wa Jall është fe gjithëpërfshirëse. Nuk është fe vetëm për filanin dhe alanin, përfshin çdo shtresë, të rinj, trejat, pleqt, plakat edhe kështu me radhë. Andaj nuk është feja pronë e kërkujt, por është e dije që Allahu Azza wa Jall aleikum selam i jep kujdoje. Për të treguar që është kanari me mësu Kur'anin dhe mua mësu të tjerëve, dhe në kanë nxit për këtë çështje është edhe hadithi të cilën hadithet transmeton Uthman ibn Affani, të cilën e ka regjistruar hadithin Imam Buhariu në Sahihun e tij, ku thot pejgamberi alayhis salam: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, wa fi riwaya inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Tha pejgamberi alayhis salam, më i miri nga mes juaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Në një transmetim tjetër, më i dalluari nga mes juaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Me këtë hadith pejgamberi alayhis salam ka treguar që ai i cili e mëson Kur'anin është i privilegjuar. Mirë po, ky privilegjim nuk mjafton me kaq, po duhet që këtë mirë që ta ka mundsuar me mësu Allahu Azza wa Jall, më ia mësua edhe të tjerëve. Mos me uzurpu mësimin e Kur'anit, edhe mos me bo vetëm personal, që do thot mi a dasht mirën edhe të tjerëve, jo vetëm vetvetes, së pari familjes, pastaj edhe të tjerëve. Njerëzit sot jetën e përditshme krenohen në për jetët sociale, në për antarët familjes, në për shoqni, edhe thonë që e ku marë filan diplomën e filan kursit, ka vlerë shumë. Thonë që e ku marë këtë dhe atë dije. Okej, gara për dije du të më vazhdu. Mirë po, vështirë është me gjithë njeri, duke u krenu dhe duke thonë që sot i kumësu dhe surët e fundit pa gabim. E kumësu gjuzin e fundit, e kumësu surën Yasin. Përpara i kanë nxit fëmia me mësu Kur'an, i kanë stimulu me shpërblime. Edhe kjo lejohet vetarisht. Mi premtu e vladi që ku me të blet diçka nëse e mëson gjuzin amme, gjuzin e fundit. Nëse e mëson surën Yasin.
mi stimulu fëmija. Sot të shumë prind ndodhë që mbytë duke e dërgu në përkurse, si mi kunder, apo marrë puna me thonë dërgojë me i tepin e xhamisë e vladin tonë, fëmijën tonë, thotë pse, s'ka nevojë. Se s'po m'vyn diploma xhamisë, s'ka ku më punësu me këtë diplomë, apo me këtë mirënjohje. A pejgamberi sa thotë khairukum men ta'allama al-Qur'an. Ma i privilegjuari, ma i miri në mesin tuaj është ai i cili e mëson Kur'anin. Kur'ani jep vlerë insanit. Kur'ani jep vlerë çdo gjëje. Pse jep vlerë? Se Allahu i ka dhënë vlerë këtij libri. Edhe u ka dhënë autenticitetin dhe autoritetin këtij libri që kush e mëson këtë libër është i privilegjuar edhe ka vlerë. Për atë arsye tha pejgamberi sa khairukum man ta'allama al-Quran. Ma i miri nga mesoj është ai i cili e mëson Kur'anin. Mësimi i Kur'anit është privilegj. Pejgamberi sa pati punë me Kur'an, Allah e boni vullën e gjithë pejgamberëve. Pati punë me Kur'an Xhibril alayhis Allahu e dalloi nga të gjitha melekët. Ramazani u bë muaj më i bekuar se në tokë ka filluar me dy Kur'an. Natë e katërt ju ka rrit vlera. Përse se ka pas punë me Kur'an. Andaj privilegjet nuk ka mundësi kur kush mi vendos dhe mi thonë pos ati që është ligjvënës Allahu, që është i patmeta, dhe ati që Allahu i ka dhonë autoritet me i dhonë këto privilegje. Kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ky pejgamberi sallallahu nuk flet nga hamendja e tij, çdo fjalë që fol është shpallje nga Allahu azza wa jalla. Ama andaj e drejta e të privilegjeve, e drejta e dhënjes së epiteteve dhe vlerave është e Allahut. Pastaj atij që Allahu e ka leju me dhon këtë privilegj dhe këtë nder. Andaj diçka që ka vlerë jo çka dush ti, po që ka vlerë që i ka dhon vlerë Zoti. Shikoj gjërave që Allah i ka dhon vlerë, jepu pas tyre. Jo njerëzit që japin vlerë. Khairukum man ta'allama al-Quran. Ma i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin. Për çka? Se në Kur'an ki iman, në Kur'an ki moral, në Kur'an ki terbije. Kur'ani mëson me respektu babën dhe nonën. Kur'ani. Allahu ka thonë ma farratna fil kitabi min shay. Nuk ka kurrëse që se kena evidentu dhe sharun këtë libër. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ki Kur'an udhon nga ajo që është më e mira, më e drejta, më e mbara. Apo do me punu drejt, e ki Kur'anin. Apo do me fol drejt, e ki Kur'anin. Apo do me mendu drejt, e ki Kur'anin. Apo do me avancu të para, e ki Kur'anin. Mrenda këtyre dy maklapëve është lumturia dhe suksesi jem dhe jotë. Për të arsye tha pejgamberi khairukum, më i miri për juve. E kjo më i miri duhet me na stimulu neve që me dash këtë libër më shumë se çdo libër tjetër. Mi dhon këtij libri përparësim dhe me vendos këtë libër katalog ligjvënës të jetës sonë të përditshme. Kush e ka pranuar Kur'anin urdhërfyes, Allahu e ka nderuar dhe e ka shpërblyr. Nderoje librin e Zotit këtë dunjë, ndash me të nderu Allahu i këtij libri botën tjetër. Hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Këtë libër që kemi zbrit është mubarek, është i bereqetshëm. Shoqëmisa njerëzve ju largu nga ky bereqet. E lypin bereqetin ka mas, ama s'u gjen. Nuk është bereqet edhe privilegji ku dush ti, unë dhe ti me motrën e nderuar apo vllai i nderuar. Bereqeti është ku ka thonë Zoti është bereqet. Privilegji është ku ka thonë Allahu dhe pejgamberi privilegj. Andaj ky pejgamber po thotë më i miri nga mes juaj, më i dalluari, më i privilegjuar është ai që mëson Kur'anin. Pastaj tha wa allama dhe u mëson të tjerëve. Çka nën kupton kjo? Kur'ani nuk është vetëm me marrë një diplomë. Nuk është buna hatme në xhami. Po çka më bua Zoti wa allama? Me mësu të tjerëve, me fut në praktik ato çka ke mësuar. Për të arsye Zoti tha kabura maktanan taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sa e shumtume me thonë në fejnë e Zotit diçka që ti nuk e bën. E shumtume është e ult.
Andaj u alleme, tha pejgamberi më ia mësu tjerëve. Që do të thot? A ki kuptu që me mësu Kur'anin ku ka privilegj? Po. A ki kuptu që mos e izolon në zemrën tonde, shpërndaje. Për shka me shpërnda? Se ka thonë pejgamberi selam, kur është pyet normal, men khairun nasi ya Rasulullah, kush është njeri më i mirë o pejgamberi Allahut? Tha khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Njeri më i mirë është ai i cili ja shofi njerëzit me hajër më shumë. Është më i dobishëm për njerëzit. A ka hajër më të madh, dobi më të madhe se sa më mësu dikun Kur'anin. Pse pia jep këtë luks a gësoq më mësu e vllatit ton Elhamin. Sa është keq ajo, nuk është keq. Dush me xhezu. Mi bo thmija 7 vjetë, mos me ditë kullu Allahin, së është regull kjo. Mi bo thmija 7 vjetë se ti shka shahadeti, 7 vjetë se ti në Elhamin. Ne ta mësoj e thmija, pi dorës tonë dhe pi gojës tonë dhe Elhamin, sa t'jetë gjallë, lidhët namaz, elhamdulillahi rabbil alamin, se va po dhim pa u paksuat të ti. Sa që bon hatë me thmija, çdo harf që e lexon, se va po të vinë dhe ty e pa u paksuat vlatit tonë. Andaj për xhallarët, për prindërit, për ata që i mësojnë njerëzve Kur'anin, është privilegj kjo punë. E çojnë amanetin e pejgamberit në vend, se tha uallama, më mësu tjerëve, jo vetëm me lon për veti, edhe dyta i fitojnë shpërblimet e Zotit xhelavala. Andaj ti ki vdek, i kilon 10 nxënësa mas veti që 20 vjet ki vdek. Çdo herë që ata nxënësa lexojnë librin e Allahut azza wa xal, pa kuni farshybe, kanë më të se vapo ty duke qenë në varr. Gjithashtu ka thonë ulemaja, kjo porosia e pejgamberit selam na tregon që puna më e privilegjuar është me qenë mësues i Kur'anit. Sot edhe të xhallarët e vren, të na më pak ka kësi raste në Kosovë, të vëllezërit tonë Maqedoni, Shqipni, kur ka më shumë se një hoxh në Katund. Bashkia Islame më bën një farë rend diçka bon, thotë ti je hatib. Shka është hatib, ka zonë vajzë një hytbe dhe aqe rale. Ti kemi falë 5 vakte. A i qedi ka me mësu, talebët është muallim. A i cili është hatib, i qonë kratë, ku me do në kamerë, une. A i cili është namaz, këtë njerëzit vinë më gojnë namaz, e kisë zonë me mirë. A i cili i mëson në zonë, se du me shku për dromë. Vezë një fatë do të me bote e këto, se njef kërkush, e a thotë pse mu ma letë këtë punë ma të lotë, në fojza, që së më shef kërkush, e stafurullah. Kjo është puna ma ndershme, puna ma privilegjume që ka mundësi me bëjë dikush pas imanit besimit. Çka është ajo? Me ia mësu njerëzve Kur'anin, është privilegj, është nder, është respekt. Andaj bëhu për atyre që ia mëson Kur'anin, se të qenurit muallim i Kur'anit është nder dhe privilegj që se ka gjithkush këtë çështje. Gjithashtu fjala e pejgamberit alayhis salam u allama edhe ja mëson Kur'anit e tjerë, ka thonë në moja, na jep me kuptu që Islami është fe gjithë përfshirëse. Na jep me kuptu që muslimani e ka obligim kur ta mësojë një haj, një të mirë, mja kallëzua vllaut vet. Me nxit edhe vllaun e vet. Edhe me thonë që më i miri është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. E ku mos më kon kështu? E mëson fjalën e Zotit. E don Zotin, jeton me fjalën e Zotit, flen me fjalën e Zotit, çohet për xhumit me fjalën e Zotit. E tërë jeta e tij është e lidhur me fjalën e Allahut azza wa xal. Gjithashtu dietarët kanë thonë që nuk ka dituri më të dobishme se sa dituria e Kur'anit. Çështja tjetër që ka të bëjë me këtë libër është gjurmë që i lën Kur'ani famlart. Parmendoni, Kur'ani kalon gjurmë edhe të jo muslimant. E s'po flasme të ata që janë musliman. Unë e kumë cek një atën taravia, njohi në shtetet në ndene në Amerikë, kishë dalë si lloj moderatori në teren, të natë, se kina njerë se dukum me dalë në këtë formë, mi pytë, se të kesh kuptojnë edhe pëse musliman. Edhe zatetin njerë një djallë, pasaj një vajzë. Pi thotë thamë park një vajzës e komunikë. Ta ma shumë muslimaj, jesh një vesh. Okej?
I mund dëgjuesit, ama I tha me kusht, mos me foli, 5 minuta. Në rregull. Edhe tha I ndoj dëgjuesit, nuk shkon 5 minuta, fillon me u lagë syt vajzës. Pastaj djalit. Mazi kalon 5 minuta, I hekin dëgjuesit. Pi thotë, çka ndjeve? Tha s'pomoj me sfjegu me fjalë, ama e ndjeva një qetësi, edhe tha, ndollën lotët pa vrejtjeq. Kush e la këtë gjurë, Kur'ani? Argument, ka thonë Allahu Azza wa Jall, "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Allahu Akbar. Allahu thot mja bova ki mja pasbrit Kur'anin këtyre kodrave që nguri, kishe mi pa kodrat të për ullura edhe të nështruara ndaj ligjeve dhe fjallës Allahu Azza wa Jall. Kodrës nguri mja pasbrit Kur'anin ish dridh, ish për ull, kish shit lot. E këto zemra tona që mbu ma beseguri, më nxez dhe mbromje, u lexohet Kur'ani. Elhamdulillah, falle. Mirë po, ky Kur'an nuk I le gjurë. Këto e kom një rast para veti, rasti me Abdullah ibn Mas'udi, po përkallzoj një herë anën e jo musliman. Ja'far ibn Abi Talib shkojnë në Abisini, u shpëngull me muslimant. Edhe në Gjashiu ka qenë mbret I drejt. Për thënë në Gjashiu, a bon une me ngu diçka nga ajo që I ka shpall Zoti pejgamberit, ta ngoj vetë me vesh të mi. A ka dikush që di me lexu këtu, ato që I ka shpall Zoti pejgamberit? I thanë sahabët Gjaferit, lexo. Tini se lexo. Ja'far ibn Abi Talib filloi me lexu surën Maryam. Edhe tu lexu surën Maryam, arriti tek ajetet tekadu samawatu yatafattarn, gati se u bonën copa toka dhe qielli, andau lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda. Allahu Akbar. Çka thonë këto ajete? Gati se u bë cop toka dhe qielli, kur ata thanë se Allahu ka vlad, larga saj Zoti me pas vlad. In kullu man fi samawati wal ard, çdo që është në tokë dhe në qiell, illa ati rrahmani abda, ka me dalë para madhisë Allahu të gjykimit të keqen rob. Allahu s'ka vlad. Në Gjashiu, atër burrat kanë pas mjekër, ani pse s'kanë qenë musliman. Shka thonë Aisha, Allah I nderoi gratë me flok, burrët me mjekra, sot e kundërta. Shpinkohet burri 50 vjet, 60 vjet, vese me lëçoni sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në Gjashiu, thotë që ka pas mjekra e shpeshta dhe të madhe, ju ka bu çull mjekra të kajt. Jo me zo me kajt. I kanë dalë lot. Krejt ata ushtarët që I ka pas për rreth, krejt të kajt, jo musliman. Pe levit kokën, tha mjaft. Pasha Zoti tha, që si vargje, ves Zoti I fol. Edhe këto vargje tha, po më duke shumë gjashme që Allah e ka zbrit edhe Musajin të vrat. Ndikoj të kushte jo muslimani. Thot Gjerir ibn Abdullah al-Bajali, natë natëve tha, erdha edhe zateta pejgamberi selam, duke fal namazin e akshamit me sahabit. Edhe thot duke lexu Kur'an pejgamberi selam, mbërrini te ajeti. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Fakada an yatira qalbi. Sa I zateta to e fal akshamin, edhe I shkon të lezu pejgamberit e surja Tur, ku Allahu tha, këta I dhujtarë që pe mohojnë Zotin, a thua vadh ju kriju nga hiqi, apo vet ju kriju? Em khalaqu samawati wal ard, kush e krijoi qiellin dhe tokën? Bel la yuqinun, a kanë ata mend as kanë mend? Thot Gjerir ibn Abdullah dhe Gjubejri Muthim, gati se zemra dul pi vendit,
Kur i ndëgjova këto ajete, gati këtë mdalë zemra për venit, nga madhështia e Kur'anit famlar. Rasti tjetër, Omeri. I thënë Omerit, çka të ka hinë ndudhët i pejgamberi alayhis salam? A bon davet në islam, a është musliman? Shko mërë vëlla, që qëroj hesapet me motrën tonë dhe Fatimen edhe me dhondrin tonë. Ata ju mbu musliman, bile i kishin disa fleta nga Kur'ani. Omeri me nervoz të madhe, edhe me hyjim të madhe, shkoj të motra vetë të dhondri. Edhe kur hini mrenda, motra u tem, se Omeri ka pas qere, burri, edhe u friksu motra. Tha, ku e ki ato që kam thanë, a është të vërtet që e keni pranu islamin e motër, edhe birma qatë fletushk. Tha, po, e kemi pranu islamin. Ku është fletushka, tha, vjen kesh s'muj me të adhon vla. Pse s'muj me të adhon? Se zbon me prej Kur'anin, se je i papastër hala, je jo musliman. E që ka me bu, tha, nëse dëshiron me pa këtë Kur'an, këto fletushka, sa të s'ka qenë Kur'anin me makhlab, ka qenë fleta, atërë tha, shko pasrohu birë shahadet edhe hajde. Omeri, ndoshta nuk e ka pas qëllimin, Allahu alem, me u bu musliman. Po u pastru nga kurreshja madhe, çka janë vëlla këta fleta, pse njerëzit po bojnë hujum mas këtij pejgamberi, çka ki Kur'an, ta shoh edhe unë. Edhe shkoj nga ki Kur'an, do të shkoj edhe u pasu dhe u kthyte motra vet, tha, ta shami. Ose lexos unë, s'di me lexu. Ja nisi me lexu dhondre, çka nisi me lexu surën Taha, çka tha Zoti? Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Ndalë çka tha Zoti në këto ajete? Taha ma anzalna alejke al-Qur'an litashqa. Na nuk ta kemi zbrit Kur'anin o Muhammed me të rëndu tyje illa tadhkiratan liman yakhsha. Kjo ke fjala që Omerin e prekin tel. Fa ki Kur'an është tadhkira, për kujtim për ato që ka zemër gjallë edhe dëshiron me marrë mësim. Omeri tha boll, e pranoi Islamin dhe normalisht u ndiku surja Taha nga Omeri dhe u bo sebeb me pranu Islamin. Rasti tjetër është, ju në kënd duke e falë namazin e Yatsis, pejgamberi sa me disë sahabi. Edhe ishim ledh krerët Mekas, bablokat e mushrikinve në atë kohë. Ishim ledh dhe, po thonjë pejgamberi, ishim ledh me shokët e vetë, xhamatën e vetë me falë Yatsin. Edhe i dërgumi Allahu t'u lezu surën Sejdë, sura e Gad, 3 faqe, edhe ka Sejdën tonë. Kur mrini të ajeti Sejdës, këto mone menë si mesele, nëse jetu lezu namaz, edhe ki mri të ajeti Sejdës, nëse nuk ki mendje me vazhdu hala me lezu 4 rekat, s'ka nevojë me ronë Sejdë. Vetë Sejdja namazet e pleson Sejdën e lezimit Kur'anit. Nëse ki plan me ka përsy ajetin e Sejdës, hala me lezu Kur'an, qysh jenë kom, Allahu Akbar, bjen tokë, në Sejdë, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, qosh në kom apet. Vazhdon ku kimet. Idhujtarët e ngun faqin e parë surës Sejdë. Ja nisi pejgamberi faqin e dytë. Në faqin e dytë, në gjys faqës është Sejdja. Kur mrini të ajeti, kur lexon ajetet të tona, kharru sujjadan wa bukiya wa hum la yastakbirun. Ata bojnë sejdë duke çajt, duke mos qenë me jemvaj edhe për ulën. Pejgamberi Allahu Akbar, ran sejdë me musliman të fal, krejt mushrikim, pit pari dhe të fundit, ka ran sejdë. A ka ran me vullnata çka? Ja. E pse ran sejdë? Ajo musliman jo. Ka ranë sejdë për shkak se ju në koncentru në lezimin e Kur'anit, edhe nga madhështia e Kur'anit, nuk e ndjehen fare, Allahu Akbar pejgamberi ata mule, Allahu Akbar, kejtë sejdë ranë. Pse?
për shkak të ndikimit të Kuranit. Edhe rasti i fundit se ka shumë. Këto kanë me jo musliman. Hajde tash me musliman. Rasti i fundit që ka regjistruar Imam Buhariu në Sunen e tij, thot Abdullah ibn Mas'udi, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Pa më shfar privilegja. Po thot Abdullah ibn Mas'udi, tunaj një ditë me pejgamberin tha, lexom Kur'an ti muje, po du me të ngune tyje. Me ton mësuesi që 20 vjet ki bohat me të aj, edhe marrë me pini qaj këti mazdar, këtë masravije, dhët, hajde, po du me ngu tyje, ti lezo Kur'an. Respekt. Pejgamberi për dhët talepës vetë, Abdullah ibn Mas'udi, iqra alayya, lexo po du me ngu. Qultu ya Rasulullah, o pejgamberi Allahu, aqra'u alayka wa alayka unzil. Apo mështimet lexuën e ti Kur'an, aty të ka zbrit Kur'ani. I tha pejgamberi, naam, iqra, po, nisja lexo. Thot fa qara'tu suratun Nisa. Thot fillova me lexu surën Nisa pi fillimit. Hatta ataitu ila hadhihi al-aya. Derisa era tu lexu te kjo ajet. Vesh pa grata, ka mundsi me net maqet. Se na me bo betu. Thot vazhdova me lexu deri tek fjala e Zotit. Fe kejfe idha gjina min kulli ummetin bi shahidin o gjina bika ala haulai shahida. Qysh kishe mundi o pejgamberi Allahut? Kur na kena me të marë dëshmitar për ummetin tonë, qysh kena me të marë dëshmitar kejt pejgamber për ummetit e veta. Thot Abdullah ibn Mas'udi, pejgamberi më tha, hasbuke l'an. Ndalu, bo lexoje, mjaft. Thot, faltafattu ilayhi fa idha aynahu tadrifan. Thot, kur e çova kryt, se normal për respektit, nuk e ka këshyrë sy pejgamberit, e ka respektu. Thot, kur e çova kryet, se isha tu lexu Kur'an, thot, i pash lotët duke dal nga syt e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi sallam u ndiku nga ky ajet, u ndiku nga leximi i Abdullah ibn Mas'udit. Çka e ky rast me kuptu? E para është prej urtësisë dhe mençurisë profesorit është mos me qit talebe rrefall pa i vërtetu talebot. Çesh pa çysh pa i vërtetu? Pa që ky talebe është gati me buhat me ajo. Akumulon mas veti diçka veç kum qit gjenerata. Derti i mësuesit është me lon talebet hajrit mas veti. Çështu dhe pejgamberi tha, lexo po tu be ngu. Edhe të na ku gjem punën a për të bime, shumë mësuesa prejtojnë mi thonë nxënëse me lexu. Se që një vjet ka bohat ma i me lexu para mua, dikush e mune. Ti kush je, pejgamberi kush ka qenë? Pejgamberi Allahu, ti thonë, lexo ty po tu me ngu. E dyta është Abdullah ibn Mas'udi u ndjej privilegjum se pejgamberi e ngoj. Edhe çka ndodhi, pejgamberi u marr xheps. Do thotë nga ky lexim i Abdullah ibn Mas'udit dhe ndikimi i ajetit e buni që me fillu me çaj sallallahu alaihi wasallam. Sura Nisa flet për obligimet e trashëgimisë, flet për obligimet e burrit dhe i gruas, jeta bashkëtorë, në farforme kushtimisht po them, nuk ka shumë ajete që shtin me kajt, më meditu se ka ajet që shtin me kajt, ka ajet kur ka thonë me do pasurinë me djalit, babas, birit, gruas, çka ka me kajtu? Kurani është Kurani, ka vlerën e vet, ama s'ka arsye me kajt. Ama çiki ajet e prekin zemër thellë pejgamberi alayhis salatu wasalam. E para prej dobive, edhe me këto pa përfundoj 2-3 dobi shkurt, i tha pejgamberi hasbuka al-an. Mjaft qif boll. Kanë thonë shumica e dietarëve që nuk ka nevojë me thonë fund leximit Kuranit sadakallahu al-azim. Pse s'ka mundsi me thonë? Pse s'ka nevojë? Se me pas nevojë pejgamberi kishte thonë Abdullah ibn Mas'udit, thuaj sadakallahu al-azim. Ose ja kish bëu vetë sadakallahu al-azim edhe boll mu. I tha qif ose mjafti. Kjo me kuptu ka thonë dietarët që nëse hoxha është i mësuar në xhami talebët, nuk ka nevojë se cilin me shtim e thonë. Se të na u bë tradit mo, se të ka dallim po mjafton me thonë, boll, vazhdo ti, mjaft qetri edhe kështu me radhë. Që mos me kriju kaos edhe huti në mesin e talebeve apo me i vënu ata. Gjithashtu, esenca e Kuranit është zemra. Pse pejgamberi sa mund ndiku se në zemër e prek e thellë. Pse për shembull, jo muslimani ka kajt kur e ka ngu Kuranin.
kur ai vazhdimisht e mohon Zotin me fjalët e veta. Për shkak se këtu në zemër është një ADN që herë do kur do nëse njëri e pranon Islamin, dhe e Zot. E çaj ADN janë zemër, ka kallëzuar që Kurani e ka vendin në zemër. Dhe kjo etje e zemrës nuk largohet ndryshe vetëm me Kur'an. Për atë arsye ju ndikua edhe idhëtarët nga leximi i Kur'anit. Gjithashtu ka thonë dietarët, preferohet muslimani që sa që ndin ngurcim në zemër me dëgju Kur'an edhe me lexu Kur'an. Me eduku zemrën me Kur'an. Për shembull ai na mësua me ilahia, Zotin e fal. Hym kërë në xhami ilahi, shkon punë komun ilahi, shko atje në polici për dokumenta ilahi. Rrallë gjen njëri që eduku me ngu Kur'an. Pse e ka mësu gruaj me ilahi, i ka mësu fëmia me ilahi. Ai me bo me lëshu Kur'an, ma be ilahi lësho. Na i kena mësu fëmijët tonë, edhe na i kena mësu vetën. Andaj duhet me mësu zemrën me Kur'an. Gjithashtu, ka thonë dietarët, duhet patjetër që ky leximi i Kuranit me ndiku zemër, me qenë zemra prezent. Çu zemra prezent? Mos me pas synim veç me lexu hatmën, mos me pas synim veç ta bitiçi xhuzin, por që sa që lexon më ka zemra prezent, mu ndiku kjo zemër, mu zbut, mu largu ashpërsia, mu largu mërzia e zemrës duke lexu fjalën e Allahut Azza wa Jall. Alu Zotin e madh që Allahu Azza wa Jall na bëjë për atyre që mësojnë Kur'anin, u mësojnë të tjerëve këtë Kur'an. Zotë shpëlevë, alhamdulillahi rabbil alamin.